Barush Bregu, jashtë quajtur i hija atentateve në Shkodër, i shpëtoi sërish policisë që e kërkon si bashkëpunëtor në masakrën e 8 shtatorit të vitit të kaluar, ku u vran 2 persona dhe u plagosën 2 të tjerë. I riu që shihni në këtë foto vëtonte si pasagjer brenda një makine, nga ku qëlloi me armë për të kundërshtuar thirrjen e një patrulle policie për të ndaluar për kontroll. Ngjarja u shënua në lagjen Kiras, ku sipas policisë një patrull i kërkoi automjetit të ndalojë, por makina nuk ju bind urdhrit duke shtuar shpejtësinë, ndërsa nga brenda saj u qëllua në ajër. Pas ngjarjes, policia thotë se drejtuesi i makinës, identiteti i të cilit nuk bëhet i ditur, u vu në pranga, por pasagjeri arriti të arratiset. Burime për Ora News konfirmuan se ka qenë pikërisht Barush Bregu ai që përdori armën, veprim që i krijoi kushtet për t'i shpëtuar prangave dhe përballjes me drejtësinë. Këto pamje tregojnë operacionin e forcave speciale që zbarkuan në zonë dhe nisën kontrollet. Barush Bregu, i njohur dhe si Bajram Bregu, akuzohet se ka ndihmuar Akip Gilën në atentatin në qendër të Shkodrës, ku u vran Armando Pali dhe Eliridon Kraja, ndërsa 2 persona të tjerë mbetën të plagosur. Sipas raportimeve të kohës, Bregu dhe një 17 vjeçar u shpallën në kërkim, pasi siguruan autorit Ragip Gila kushtet dhe mjetet materiale për të kryer vrasje. Hetimet zbuluan dhe një banesë që ishte shndërruar në bazë për armatimet. Barush Bregu, rreth 39 vjeç, njihet si shok dhe bashkëpunëtor i Ibrahim Licit, i cili është po ashtu një personazh i botës së krimit në Shkodër. Të dy lidhen me disa ngjarje të rënda në kryeqendrën e Veriut. Bregu është arrestuar më parë në maj të vitit 2019 pas një operacioni të organizuar nga Renea, ndërsa edhe në vitin 2016 u dënua me akuzën e drogës dhe armbajtjes pa leje.